gjeni ndërjet me mua Rrezik Shiku dhe së bashku me mua studietari kyç i bashkimit Lejson Zeqiri. Lejson, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Qysh je, qysh po shkojmë këtë ditë? Mirë, më të kallëzu drejt rrezë super. Ju që sheni që po kaloni? Mirë Uria edhe. për podcastin e ri. Faleminderit, qëmë qysh po duket mirë? Fantazi më të kallëzu drejt. Momentalisht e kam pëlqen. Ta shohim stash. Tash ta shohim se ç'ish për jetë. Jemi në serinë finale dhe me thonë drejtën është seria më e ballrëspeshuar e viteve të fundit. Rivalet historik, Bashkimi e Trepça po takohen. Duke i pa dhe statistikat, po e shohim se jeni kogja ngushtë me njëra tjetrin. Jeni aty kjo që po e rrit edhe të themi ashtu atë temperaturën e ndeshjes. Qa mendon ti si po e sheh finalen? Po, më të kallëzu drejt u kanë menoj që ton vitin ka shku si kitë liga, me thonë, nuk kanë e baraspeshume, se nuk ka pas fort na ekip që nuk e ka mujt, ka pas menoj edhe veni 8 e ka mujt dikon që kanë veni parë se veni 2. Ton koni na kanë ngarë, po gjithësysh dihet që prit Trepça edhe na kanë për vendin e parë na kanë të luftu, edhe tash finale po menoj që ka me shku kogja e baraspeshume, tu e di që çfarë ekipa kena të dyjet. Qysh është rutina e një finale? Çka ndodh në zhveshtore, çka ndodh në time-outa, diçka interesante? Ne e shohim atë pjesën e basketbollit, atë ndeshjen që e sheh gjithë publika, po çka ndodh, diçka që na nuk e shohim. Po, më të kallëzu drejt me entuziazmi që është gjatë lojës derisa para se më janis Kudokovnë edhe nëse i të lujt vendas ose sidomos edhe nëse i të lujt minator, vetë me një lojë regulare të sezonit se ndjen që nuk i ki fort një fart tingëllimi është pak më ndryshe, po kur të vjen mo se është era e parë që po lidhon finale, po kur të vjen prej zhveshtore vrejet që një farë ndryshimi është në atmosfera, energjia, çdo time-out është më i zjarrt me thonë, sa se cila lojë tjetër. Lejson, e thamë edhe më herët që je lojtari kyç, e kemi pa që ke zhvillu super gjysmëfinale. Çka i thu vetës para se me dalë në parket? Sidomos në ato ndeshje ku luan Mitrovic. Se Mitrovic kogja zjarrt, a? Kogja zjarrt, me thonë Mitrovic që 4 vjet e fundit që luajën në Kosovë është kogja zjarrt. Po mi thonë vetës, veç ja përkujtoj dosa në vetës punën që e kry ton kohën menoj kur nuk shihet çat verës. Shumë motivon veten Lejson. Mas shumë të motivoj vetën, në të kallëzu drejt i këshiri highlights-at e mi para se me luj, që ata e bëj që me ditë çka di me bëj, çka kom po të i tash, edhe vish me hinë lej me kry punën të. E thanë edhe më herët si Bashkimi e Trepça janë 2 super skuadra të cilët kanë tregu ndeshje fantastike edhe gjatë sezonit rregull, po edhe në finale janë ato finalet bukura edhe për mu pa. Po sipas Lejsonit, kush janë më të zhurmshëm? Torcida apo Arpagjikt? Unë me thonë që menoj kjo është viti jem i parë me pa bashkë Prizrenin që qysh din mu mush full edhe qysh din me pas atmosferë edhe do të një odhon për këtë sendon Arpagjikt. Edhe pse minatori bëhet kogja një atmosferë zjarrt, bëhet një atmosferë e mirë me gjithë tifos që i kanë, po apet të shmushet Prizreni që shiko hije, mos s'kum fati tërkon. Krahas lojës të ngushtë që po e keni ju lojtarët, po edhe mysafirët, fansat, po janë kogja afër njëri tjetrit. Gjithçysh. Çka konsideroni përparësi? Pse e fiton Bashkimi kampionatin e Prokredi Superligës meshkujt? Unë për përparësi mund më kanë për ata që kena luftu gjatë tër vitit, më thonë për vendin e parë që kush e ka vendas lojën e parë për me lujt, ajo është shumë dikonrore se siç dihet kur lumë me tifozët e tu i kini far atmosfere më të ndryshme derisa janë sa tonë e kini atmosferë më të ndryshme, po edhe më thon Bashkimi komponimi që e kena ekipën që e kena ndërtuar deri tash, atmosfera që është jashtë fushës edhe në fushë, besoj se ajo mundet më na bën neve kampion. E çka ka mangësi Bashkimi? Çka mundet me penalizu? Me thonë Bashkimi pos loja dopte jone që na dina me kriju vetë në herë që mundet me na penalizu se sonë e sen që me thonë kundërshtari na lun më mirë se na. E përmendet i renin venda sa e rëndësishme është që Bashkimi, sa e rëndësishme është kur Bashkimi luan në Prizren, e ka të themi ashtu lojtarin e gjashtë, i ka tifoz, super tifoz zjarrt, sa e rëndësishme është për lojtarit kur ju luani në Prizren? Por mu personalisht më thonë që është kogja rëndësishme se është ndryshe kur luj para tifozëve të me gjok kosh çdo pikë, çdo top i vjedhur, është një farë që më thonë një farë shtytje që ta japin edhe tifozët vetë një për brohrit mëse edhe çfarë do sani, edhe besoj që edhe për ekipën temë është ashtu se vrejet lojën e fundit që kem pa tifoz ishtë jenë ventanin ama edhe nuk ishin ventanin se shpras, nuk ishtë i njëjti set. A të ndodh ndonjëherë me të motivu tifozët e ekipës kundërshtare edhe du të shoh? Çdo lojë. Nëse shani Lejsonin. Kështu që edhe ai është motiv. Gjithçysh. Kërë dëshme bëu diçka për mos shoh. Për me shoh, gjithçysh. Sa i mirë në prognoza? S'më thonë që jam shumë i mirë prognoza se s'bëj prognoza, po
Sa mendon që fiton Bashkimi serinë finale? Unë mendoj që e fiton në lojën e 6 e fiton serinë Lojën e finale 6. Bashkimi, po. Se kjo mundet me shku mendoj është kjo 100% më shumë se 4 loja i ka kjo finale. Kështu që Gjithësisht. unë e thon Bashkimin 6. Kështu që peprejna këtë pjesë dhe me po a kemi qëllu. Okej. A është prognoza e para, je prognoza shpesh? Prognoza e parë, okay, Prognoza e parë, Po, super. ta shohim ja kom na fal. E nëse e fiton kampionatin, a ke mendu me bu diçka të çmendur, ashtu që me majt mend? Qof mi prej flokt, qof mi ngjyros flokt, ose me buna e fesë që ki me majt mend. E përmendet që është hera e parë që po luan në finale. Po, është hera e parë që për finale. Po, ç'tash më të kallzu drejt, më dhove vet ideja, ai sen, jo ideja, më dhove diçka për me menu. Kështu që do të më javnu pak mendën, do të më qit gishtin kryp apo Okej, çka më menoj. bëj. Edhe kur e mendon, gjithçysh më na tregu. Jo, kallzoj, jo keni me ditë fort. Okej. Tash krahas pjesës së Superligës po flasim pak edhe për rrugtimin tënd profesional. Çka kujton nga fillimi i karrierës, nga Lisoni që ka fillu me lujt basketball? Çka janë kur kthesh në kohë, çka e kujton me nostalgji? Me nostalgji çka kujtoj është gjithë këtë sene ku më përmend edhe do herë tjera është e kujtoj veç vetën të shku mos vëllai, shkoj në sallë, me ne e kuptoj kur i ka pas dikon ai sa më thon 5-16 vjet edhe unë isha 19 vjeçar, shkesha mastina në sallë dhe e kështu ata të ushtru basket, unë atë nuk ushtoj as basket asë, por çao kanë si më thon hapi i parë. E kom pa rrugë hapat e vllat parë, janë kanë hapat e mia të parë me basketin, të kështu çao është diçka nostalgjike që më kujton çdo herë se shkoki tina dhe ja kom nisë me lut basket. Me qenë se jemi të Jetmiri, e përmende Jetmirin, tek Sigal Prishtina ju keni lujt zbashku me Jetmirin. 2 vëllezër Zeqiri, duke u paraqitur për një skuadër, tash viteve të fundit pju shohim që po luani kundër skuadrave. A ma vështirë me lujt me vëllaun, a kundër vëllaut? Ja, gjithçysh është më vështirë me lut kundër vëllaut, do të thonë se tash kur i menoj ato vitet e para në Prishtinë që i kena pas bashk, dhe qysh si kom të shmu ma shumë derisa jena kanë që aty në moment, ama si ditë kër na fakës, na shtari kthejmë ja fet. Edhe kjo ke pyetja, a kena shansa mi po prap vëllezër Zeqiri bashk, të Unë lujt për një skuadër? Unë besoj që po, Besoj që po. Pas ka diçka. tash ta shoh. Pas ka diçka plus më na tregon. Nga Shkupi në Prishtinë për me u paraqit për Sigal Prishtina, në një moshë shumë treti, si 18 vjeçar. Si e kujton atë kohë? Sa ka qenë vështirë mu adaptu në një vend, ka ardhur veç me Jetmirin, prind në Shkup, të në Prishtinë, sa e vështirë ka qenë kjo pjesa e tranzicionit? Po, më thonë, ka qenë pak e vështirë, nuk u ka, më thonë vështirë ka qenë se unë me një anë kitë familjen e kom Kosovë dhe më rrit me në Prishtinë, edhe kur e kom pas shanse për më rikthy me në për me lyt, se kom menu kursi më herët që më lyt për Sigal Prishtinë, edhe kur e kom pas ato ofertë, u kon diçka shumë me knatësi e kom marrë se e kom ditë plus që jo me vllaun bashkë, edhe kur kom marrë tu veç fillimi u ka vështirësi derisa e kom mësu vendin, paga shumë se masane i kitën e tjera kanë kalu me shumë lehtë. Do të thënë sfida më e madhe ka qenë veç vendi. Pjesa tjetër u kon Pjesa tjetër mikpritja që më kanë prit u kanë fantazi të keq shteti ekipa, sidomos bashkëlojtar që i kom pas në atë kohë që stash vetë se kam edhe bashkëlojtar Meritonin edhe Donin e kom pas atëherë Mohamed Ali Anjevën, kanë qenë shumë mikpritca këtë si kena ardha. Po e shohim numrin 27, numrin që e bart edhe në fanel. Krahas numrit, na tregon tani pse e ke zgjedhur numrin 27 dhe e bart numrin 27 vazhdimisht, po kur shënëm për 3 pikë e bën një shigjet apo? Po, shigjetën e me. Shigjetën. Tash s'po dia ke hapësirë me bo qëto veç? Ja, kom dosh me bo shigjetën, nuk kom që stash ma shumë hapësirë, po e kom me sfigu për shigjetën, me unë e bëj që është si një gjest që bëj që një 6 vjetë, me thëmë me 7 vjetë, dikur prej 17-18 vjeqarë kur jëm kanë, e kom pa prej dikon, se kur kush nuk shpik diçka të rej, po e kom pa prej dikon këta, edhe më kam si që më tanë, si që shtoj signature move, më kanë edhe kum dosht me bart me veti që ato me pas. Unë kur e shoh shigjetën, më kujtohesh ti, çdo herë, kështu që për me është e jotja. I ka veti, që stash këtu si do mos Shigjeta Lejsonit. Ka veti. E pse numri 27? Numri 27 me më tanë, kum dosht me bart vllau, kur e ka marrë numrin 37, kum dosh me bart prej atëherë numrin 27, po edhe prej kur e kum po shfaq si menim, për shembull, është kjo sa shpedisi kur e qet në kësaj univers, po ka të sillsh është numrin 27, pastaj çfarë do sani, edhe vetë e pas si shenjë mu dok. Jetmiri shumë dikem pas këtë te apo? Ekstrem. Okej, edhe numri, edhe basketbolli krejt prej Jetmirit. Çdo sen. Krahas shigjetës që po e bën vazhdimisht, në gjysmëfinale ke fillu tash me kombinu edhe me një gjest tjetër. Nuk e kom harru. Në gjysmëfinale jo. Pse kjo? Edhe përkon kjo?
Po, kjo kur lujtëm, që më men stash më kujtohet kundër Pejës, kur Kundër lujtëm Pejës. se merrej në zjarrt lojës derisa veç se ish loja e ngushtë, shkoi ke Edhe mon overtime. performanca jote ke kogja e mirë. Performanca ke e mirë shqyr, po edhe gjatë lojës ke shkoj ke loja kogja zjarrt, edhe tash ki 3 shtak gjatë pan tër lojës. Edhe na ra me unikatër, morsellin e Pejës. Na ra pak mu fjalos edhe mes asaj mos e ketë mrujt aja dhash kosh e ka Hardeni ma të vetëmën që he's cooking edhe ja nisa do me thonë kur e pash vetën që jëm të lytë mirë e disha ma që mu me balla ato. Pa tjetër, a mendon që jenë të mirë së ardhura këto ngacmimet sportive mes lojtarëve, e rritin pak adrenalinën. Po në gjithë qysh e marrë edhe dikush, edhe unë kur e bëj edhe mu kur dikush kur ma bën, është pos diçka sportive edhe mrena lojës nuk e marrë për qysh tjetër, se menoj nuk e kërkon fush nuk e kam shok, kështu që amo mas jashtë lojës kjo kur gjë nuk bartet, vetë se është ma shumë adrenalinë. Adrenalinë, kështu që Lejsoni s'ka personali me kërkon, në vesh pjesë e lojës. Me kejtë shok. Me grej shok. Folim për karrierën tënde nga Shkupi në Prishtinë e tutje, po çka konsideron moment kulminant në karrierën tënde? Moment kulminant në karrierën tem, momentalisht për me lyt që jena të lyt me bashkimin, çfarë arritje kena ba prej vjet, çfarë gjendje u kam bashkimi që vetë se ku ardhur në gjysmë sezon prej me thonë një vendit 7-6 që arritëm me një play-off, me ba loja të bukra. Kjo mund të më konë që kena mri finale si një memori e dytë, por memoria e parë që mund të më konë kulminative është me vllon, me vetë kusherin tem rezort me Medin, me këta kër e kena fitu Superkupën. Te kun MVP asoj Superkupe. Fata qëllu MVP Superkupës, që ajo është kulminative se jem konë me kitë shok të me që jem rrit me ta, e kom pas edhe Valmirin, e kom shok ngusht me vllon, jem konë aty kitin a konë. Krishtusnia bashkë. Të një rrathin a konë i jonë, edhe tash kur arritëm me fitu edhe një trofej ka qenë shumë mirë. Po flasim për momente të bukra, po flasim edhe për ato momente të sikletshme gjatë karrierës, a ke mendu ndonjëherë që me lon basketbollin? Ka arë një pikë me thonë, nuk du me lujt basketball. Po, të kallëzu drejt, që ajo pikë nuk besoj që ka ardhë kur, as besoj që ka marrë të unë, të e ditë se ka njerë që bëjnë shumë punë matrana dhe nuk... Edhe vazhdojnë. Edhe vazhdojnë, e kështu që unë me një orë në ditë me punu, 2 orë në ditë me punu, nuk ujme thonë që me lëmë basketit. Cilat janë rutinat tua? Na e shohim Lejsonin që del nxehet para lojës, kryen lojën edhe vazhdon. Po çka bën Lejsonin mëngjes? E deri në mbrëmje në një ditë ndeshjes. Për shembull, çush e motivon veten, çka bën para lojës? Në varet tash në sa ora është loja, e të fol për 7. Po, për së në 7. Po flasim për këto finale të 7-ve. Për finale po folim kur momentalisht nuk la alarm asen kur çona, që ata e kam nuk kam qenë pa alarm. Ja, gjumin e kam nuk kam qenë pas fresh kur çona, po si çona mëngjes pa çore e kam me shku drejt çona ne shkojnë hajna buk me Meritonin, pina një kafe, me zhvillu ditë veç me dal në diell pak. Mas asaj e kom rutinë, si unë një 2 orë lysoni. Zakonisht lej Call of Duty zakonisht, që qatë rutinë e kom pasare me krye dhe mas asaj deri sa të mrina në lej vish muzikë ngajtë. Vish muzikë, çfarë muzikë e nga Lejson? E kom varet playlistat vallaj, mundet me ndryshu prej gjithë skafin, gjithë shkan. Prej ditës, sa? Mundet me ndryshu të një farë, nuk ka që fort i zgjedhi, mundet me ngu najse me rap, me ngu Rihanën, mazonej, ketë varet që kam qëllat. Krejt të varet? Qësh është dita? Po, ketë ditës varet. Ke qenë pjesë e disa skuadrave nga fillimet e tua për gjeneratat e reja deri tash si senior. Çka kishe me konsideru pozitive në karrierën tënde, edhe cili mendon që ka qenë ai trajneri që ti sot ja din për faleminderit që Lejsoni është ky që është sot? Po, unë prej menen kur kom lujt në Masonik që i kom fillu grup moshat e mia, kom lujt njerë në ekipa shqiptare dhe Masonej ku kanë vllau, që shapet këtherat e vllau, ku kanë vllau më ka marrë mu mas veti. Ta është kur u kanë klubin e parë në Vardar, e kom bo një tranzicion deri atje dhe u kanë okej me thonë, ja që mirë, po për mu falimderu që dikur që më ka nimu, ka qenë akademia, është një akademi në Shkup Vodnosonsi, ata me thonë që e kam dhonë maksimumin e tyre, kam një trener boshnjak Nermin Pepic, që ajo është për me thonë ma meritori për çka kom bëhën e kej deri tash. Edhe vazhdoj hala me to me ushtru, se së në ndrejnë njëri që më kam su gjithë shka. Flasim pak e për basketbollin kosovar. Si një person që ka ardhur nga Maqedonia, tash në Kosovë, çush është basketbolli në Kosovë? Çka mendon që duhet mu përmirësu? Po momentalisht më të kallëzu drejt prej kur kom ardhur në kohën e çatëherë mas pandemisë për bjen, që 4-5 vite, edhe para asaj kom këshirë ton kohën basketbollin kosovar, se u kanë kohë atraktiv më pa dhe ke pas si ka Prishtina me u kanë dominant edhe në Ballkan, jo veç në Kosovë. Jo veç në Kosovë, patjetër. Ka pas edhe ti ke pas Dardan Berishin, e kom këshirë ton kohën. Edhe është që vitet në vijim që shkan kalu 4-5 vjetë, dhe me thonë që shumë ka pas ton kohën
ka progresu basketi në Kosovë, koft me lejtar të huj, koft me tash lejtar vendor do kanë menoj na kena ardhe, do kanë ardhe, do janë të ardhe tash, do janë të u bë. Besoj që çdo vit do të progresu më shumë se po respektohet shumë si ligë edhe në tën Evropën, nuk është tash që vetë se ka me në Kosovë që shpëllohet, ama unë mendoj që sa më shumë t'i jepet trive shansa, që sa më shumë që zhvillohen të ri në çfarëdo ekipe tash, ose nëse mbledhen këtë me një ekip me lujt ose tek me ekipe, që anë animon mas shumë t'i mund zhvillu si shtet. Patjetër, Lejson, cili mendon që është basketbollisti më i mirë kosovar? Qoftë aktiv ose i pensionuar? Qoftë aktiv ose i pensionuar. Po, për aktiv, më thonë, mi gjitha kohra më i mirë është Dardan Berisha. Po, ata, a për i pensionuar, nuk ka që shumë stash se du ta din du të mi këshirë do ketë mas shumë ti, pa beza vetë edhe për pitë pensionuar për ketë për gjitha kohra me la Dardan Berisha. Dardan Berisha, patjetër. Nëse kthehemi në kohë, çka i kishe thunë Lejsonit vogël që është kalu në basketbol, një mesazh që sot kish me të ndihmu? Për një me? Për një me. Sta merë menja sa parë kimi po. A po, a? është, jo ve, është ajo hajgare, pak po më thonë që niveli që kemi mri me lujt, ka mu konë interesant, diçka që se ke prit as vetë. Se si i vogël që me thonë që kom prit që kom mri me basket, në i sens që se kom prit, holla, ama u ka bo diçka interesant. Çka nuk pret është ma e mirë. Si Shumë ma e mirë. pret, Kur s'është interesant. Kur e din, jo, ma tash kur s'pidin s'pi pret sen, shumë ma mirë poshtë. Po flasim pak tash edhe tema të përgjithshme. Na të njohim ty si një super lojtar, Lejsoni, shigjetari. Po çka ka hobi Lejsoni, çka bën kohë të lirë? E përmend sonin, po krahas sonit, a ka diçka që e veçon? Valla mi u kallzu shumë drejt, shtu krahas sonit jam shumë një njeri thjesht që vetë se kom qef me nejtë në shtëpi, nuk ka që kom ndaj far hobi shumë. Nuk të pëlqen me dal? Jo. Me udhtu? Me udhtu, jo, po me udhtu verës normal, po se po, ama për shembull ma herët kum pas u kon derisa nuk e dal shumë, kur del pak e këshirë gjë, po masaj nuk u pas vetë shumë qef, se stash vetë se kom qefin ma të madh, më të kallzu drejt me nejtë shpillë me Lejsoni. Me Lejsoni. Që ajo qefi e ma i madh momentalisht. Shkupi, çka do me thonë për ty? Cili është kujtimi më i bukur që kur je në Prishtinë ose në Prizren të merr malli për Shkup? Shkupi, mami dhe babi, valla. Mami dhe babin. Që ajo është kujtimi që ata më marrin mu prej Shkupit, që më marrin ma shumë ti nga dysh mami dhe babi. A i beson horoskopit? Më i me thonë, stash, nuk di shumë horoskop, kështu që për një sen që s'jam shumë qasi di shumë, si me thonë a i besoj, as i besoj. Unë hina dhe këqyra se qaj në horoskop edhe po ashe i virgjëresh. Okej. Ndër të tjera, për muajin maj, për virgjëreshën po thot që kam ndodhur diçka që si ka ndodhur më herët. Kjo si paralajmërim ndoshta që kemi fitu kampionatin, çapo thu, çapo ta merr Po mendja. këshire, deri tash, me mas se vëdhët diçka që si ka ndodhur më përpara, vetë se unë e finale jam të lujt, kështu që ajo është një. Ama një në karrierën tem kom hub finale, kështu që nashta kjo ka më kohë. Nashta këtë në fiton. Ja, që ta nashta e fitoj. E përmendet që nuk je person shumë që del, që ma shumë pëlqen me nejnë shpe, po çka e bën Lejsonin mas shumë ti nervoz? Qoftë në lojë, qoftë edhe në shpe kur është një ditë e zakonshme. Mas shumë ti nervoz, në shpi më s'mu punu wifi, ha? Mas shumë ti më bë nervoz, që ja më s'mu A të punu. ndodh shpesh? Ndodh shpesh. Ndodh shpesh, vista du një me ndrejsh pasare wifi. A në fush unë bë mas shumë ti nëse që më thonë me njanë, jo mos angazhim, po nëse që ketin atu të shkryet të i dhonëzore, dikush me kursy pak vetën është një farë, nuk jam person që as konflikt, as në i sen për me thonë, po diqysh më hanë për mrena nëse dikush tjetër jena të e bëhet, me kush kursen Edhe pak kush tjetër vetën. po kurset, ha? Po, S'ki ama faj. ajo, që më thonë, nuk ketë si dijet, se në momente më të më konë dikush pak jo ma i fokusum edhe i kthejet, ajo, po që ajo mas shumë ti meriton. Tash jemi shumë herët në fol për këtë pjesë, po a i ke mendu se cili kish me qenë viti fundit kur e shohim Lejsonin si basketbollist? Si basketbollist. Si basketbollist aktiv, se që keme qenë pjesë e basketbollit, nuk po dyshoj. Inshallah, po më me thonë që si basketbollist aktiv, keti kena do goals me thonë që i kena lanë, edhe tash me mujt mi arritun ato të mijat sa ma herët, unë mas pari e kom me basket, me mujt me arrit kulminacionin tëm, sa do kofë që është e shkruna, ajo. Edhe tjetër është, unë besoj që ka mosha 35-6 vjeqare, nëse vetë se kitë senë që këmë dosh mi arrit, i këmë arrit, që atër i shkon që kësha thonë me dhe ndërheqe, po kur si dijet. A kemi vazhdu me metë në basketbol, që është ta merr menja? Aty, ako me vazhdu me metë basketbol, kësha thonë që kësha. A të pëlqen mu kun trajner, mu kun diçka ja angazhon basketbol, qoftë drejtor sportiv, qoftë pjesë në ndonjë kryesie të klubit, ç'është duket kjo pjesa? A tërheq ndonjëherë me ditë më shumë për këtë pjesë? Më të kallëzu drejt, kur kum pos
punë me do kryesia, nuk kam qenë fort më kanë kryesi të klubit, amo që kisha dashur me basket, nëse më merr është vish si trajner personal, kisha dashur më merr, vetë se individual trajner Individual. për basket, po se kështu për s'kisha mujt me 12 veta më merr me basket, vallai shkon zor. Kogja problema. Kozha, hallalli Aja, kom trajnera. aja bën ti problem trajnerave? Kam S'besoj që ja bëjt problema, s'jem qasi far problemi, nuk besoj që fort e fort, munona mi ja lecu se asaj se ka let më merr me 12 12 veta, lojtar. as 12 qefe bingu, është pak si zor. Çka ndodh mas një humbje të papritur, themi ashtu, e humb një lojë, qoftë nuk u flasim veç për finale, po dhe gjatë edicionit të rregullt. Çka me kon nuk don me fol, çka don me bo, çka qetëson edhe të rikthen në parket, se kogja e vështirë është më u rikthy pas një humbje me vazhdu lojën. Po, me thonë, stash mas në i humbje nuk ka që fort, i marrë nga të zemrës, tash këtë në varët prej lojës në lojë, i marrë nga të zemrës, po mas çdo humbje mas pari komunikoj me prind, me vllon, me fem nuk komunikoj, edhe çato janë me njerëz të mesit komunikoj, tjerat më vetë se kalojnë, edhe nuk muj me zgat shumë se çdo lojë prej lojë tash ndryshon, edhe çdo lojtar të mirë kanë memorien shumë të shkurtë, Shumë është me haru. Përmendëm edhe më herët disa miq tu të basketbollit, tash e sa bite pjesë e basketbollit. Kon e konsideron mikun më të mirë në basketboll? Mikun më të mirë në basketboll kanë konsideroj, po tash Ose miqt. miqt. Përveç jetë mirë një se bolle kemi përmendur të mirën, po dikon tjetër. Për mis më mirë që mi konsideru në basketboll është Meriton Ismailin, e kam vetë se e kam. Nuk dyshoa, po thash mos ta thom one. Jo, po gjithçish Meriton Ismailin, Rezart Mehmetin, e kam Valmir Kakrukin, e thon Muhamet Ali Janivën, Don Polloshkrin, unë kena kalu shumë bukur, ekstrem bukur. Bashkëlojtarët e mi në bashkim, kam me Samir Zekic, Altin Morinën, Valion Bonjakun, jena kogja, ne kur të kalon të kohë me dikon është pak më ndryshe, i nje pak më ndryshe pasane, se ki vetë si një çka i të baje mirë. Është krijohet edhe lidhja emocionale, besoj, edhe nëse Paka sini shumë, po. të njëjtën një ekip, prap një përshëndetje, një Po, diçka dhe mos që të harroj me përmen për mes edhe kum pas në ekip 2 vjet kum luajtur me Dardan Berishën, u Dardan kanë që Berishën. pos që ku ka një mitësi, po edhe kum mësu shumë. për që të sendeshta me të pyet. Sa është e rëndësishme me lujt krah Dardan Berishës? E di me përmendëm është top lojtar, super lojtar, po sa e rëndësishme është me lujt me Dardanin? Por mu shumë u kanë, që më tonë kër e kum pa lajme vetë që patar në ekip, atëherë unë jem kanë Prishtina i patar prej Pejës, u kanë shumë një, sa interesant se viç kum dosh me vetë sene, kum dosh me vetë se ku jem kanë kurioz me ditë çka do kohë që çka bën me vetë, se u kanë tash me ne ka pas karrierë shumë të bujshme, ka s'ka lujt e çka s'ka bë, e tash për mu u kanë shumë e rëndësishme viç me çka ka ditaj, më ma shprej edhe mu më kallëzu, sa do kohë më animu edhe mu rrugtimin basket. Tash pa vetë kur s'mund më mësu S'mund të mësu patjetër. Në finale me Trepçën, nëse e kishe pas rastin me marrë një lojtar nga Trepça, me sjell në bashkim, kush kish me qenë ai dhe pse? Kogja një pyetje se i kanë Trepça me nëj vendor të hujti, kogja lejtar të Po mirë. shkoj me vendor, Me ma vendor, interesant. me vendor. Tash i shkon mes dyve, po vetë se unë mas se lujnë që atë pozitë momentalisht, se kësha thonë Drilon e marra mo, e kësha marrë Dardan Tani të bën kapitin. konkurrencë, ma E kësha mirë. marrë Dardan kapitin. E super, qendër vendore, Në qendër unë për mu, qendra më e mirë ligë. Dardani, patjetër. Definitivisht. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm në karrierë? Momenti më i sikletshëm në karrierë, më thonë që ka qenë, u kanë vitin e parë, se vitin e parë kur kena lujt, i na kanë në Prishtinë, ja kanë këtë ekip e re, edhe shumë i merr shësanat ma me emocione tash, se Ma s'tash për kur qenë- zemrës. ma për zemrës, edhe kur na ra e kalum grupën e parë, me në grupën e parë, çerek finale e kalum play-off, edhe kur hupëm gjysmë finale, se kem një ekip me jo shumë eksperiencë edhe patëm shumë lëndime, krahas me edhe unë e lëndova pa ta thënë në dorës. Që ajo u kanë ma kruciale diçka se e ku marrë nga të vetës qysh mujtë me hup, shumë pyetje qysh u Qysh bënë. shumë qysha. Shumë qysha u kapën edhe vashë e mazanej, vetë se që kjo basketi. Së është najherë gjithë me lule. Gjithë e mirë, po. A ke Jo, pas shumë lëndime në karrierë? Jo, me thonë shqyqër zotit nuk unë pas shumë lëndime, jem ka një rujtë për lëndimeve, si vjetë kum pas pak do lëndime, pa pet prej çka ka mujtë më kanë, Menaxhueshme. prej çka ka mujtë më kanë kum pështu shumë mirë, nuk unë pas shumë lëndime. A mendon që në karrierën tonë ke bu hapa mbrapa, ose diçka që ka ndiku negativisht në karrierë? Momentalisht shumë me thonë që kom ba hapa mbrapa, se të me përëkshyli vetën prej vit mas viti, çdo vit që kom progresu, edhe sidomos 2 vitet e fundit, me më shumë ta 23 vjeqare, besoj që kom ba hapa të mirë në karrierë, që edhe vetë se ndryshimi, një hap shumë i mirë që kom ba, ka ndryshimi që kom shku në bashkim,
E kum pas një liri që ma ka vënë prej kryesisë një besim me tonë senet edhe besoj që ja kum shpërbly me lojë me kallëzu vetën që se meritoj vish me në korner. E qysh po kalon në Prizren? Prizren, Prej Prishtinës në Prizren, ndrimi i ambientit, po tash prej Prishtinës Prizren, sa apet Prishtina si qytet është me në u mësova këto 3-4 vite u mësova, po edhe në fillim u kanë ambientimi pak të zor derisa të mësoni qytet, derisa të njofton ndaj kon, ndaj shok me bë. Po tash më thonë që si qytet më pëlqen tepër mirë, ka bukurinë e vet, ka pamjen e vet. Ki pamje shumë bukura më dal me pini kafe ditën tash nëse dikujt na varet çfarë njeri, më pëlqen ajo shumë. Edhe ju më mbjetu shumë mirë, më kanë prit shumë mirë në Prizren. Tepër u kanë mikritje, u kanë fantastike, kof prej klubit, kof prej kryesisë që e kena pas klub, kof njerëz të rreth klubit, kushdo kof që u kanë më ka prit me respektin më të madh. Qysh i ke raportet me tifozat e bashkimit, mirë? Me tifozat, jo mirë, shumë mirë i kam me tifozat e bashkimit. Tepër mirë i kam kof me tifozat që ka janë mesi i publikës, si shtojnë ana, kof tata poshtë, kof me arpazhik, me këtë i kam shumë mirë. Më kam mikprit më shumë mirë edhe mundin të ma kam vlerësu tepër shumë, me thonë kështu që i kam shumë mirë raportet. Jemi në pikën finale të finaleve. Një mesazh nga Lejsoni për tifozat e bashkimit. Një mesazh nga Lejsoni për tifozat e bashkimit është se kupa ka më në Prizren fundokat. Po. Super, kjo është super lajm. Lajmi më i mirë që mundet me pas një tifoz i bashkimit. Gjithë qysh, tash unë e besoj me gjithë shpirt, këtë puna me besu edhe 11 prej meje që i kam në ekip, edhe besoj që i kryet. Lejson, faleminderit shumë që e kom pjesë e jona, me pa një Lejson tjetër, jashtë ati në parket, pa ta nderin që me qenë pjesë e podcastet në rjetë. Faleminderit gjithashtu për përthirjen, jem një shumë i kënaqur këtë podcast, shumë bukur. Kjo ishte në rjetë me mua Rezi Kqiku dhe të ftuarin ton Lejson Zeqiri. Ju mos i humbisni finalet e zjarta mes bashkimit e Trepçës. Për informatat e fundit vizitoni Kosova Women Basketball Federation dhe Kosovo Basketball Federation. Deri në episodin tjetër, rini në rjetë.